Në seancën e radhës të procesit gjyqësor për dosjen Plumbi i Art, dëshmoi mjeku Julian Malaj, i cili tregoi momentet kur u thirr për të ndihmuar Nuredin Dumanin e plagosur me armë zjarri vetëm pak ditë më para arrestimit të tij. Dikush më mori në telefon orën 9:30 dhe më kërkoi për një vizitë në shtëpi. Më priti një person që çalonte dhe më çoi në disa rrugica që nuk i njihja. U futun fillimisht në një garazh e më pas në një apartament. Ai shtoi se para se të hynte brenda, ju kërkuaj që mos tregonte asgjë për atë që do të shite. Në apartament ishte një person me fashën në kurriz, një kaçurrelc që kishte plagë me armë zjarri. Kuptova se kishte nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, pasi plumbi nuk ishte dal nga trupi. Aty ndodhej dhe një vajzë, si dhe një person tjetër që quhej Brdalla, i cili kishte laborator. Sipas tij, vizita zgjati vetëm pak minuta, por pas largimit ai ndjeu se po ndiqej. Kur shkova në spital, pash një mjet që vinte nga pas. Edhe në shtëpi u ktheva me frikë. Nuk fola me personin që ishte i plagosur. Mjeku tha se apartamenti ndodhej në katin e 5 të një godine me ashensor, por nuk ishte në gjendje të tregonte adresën e saktë, pasi nuk e njihte zonën. Dëshmia e tij është një nga provat që prokuroria e posaçme po përdor për të ndërtuar zinxhirin e ngjarjeve që çuan në zbulimin e rrjetit kriminal të njohur si Plumbi i Art, ku Damianit ju ofruan mbrojtje në këmbim të bashkëpunimit me drejtsinë.